Ekonomia vijoi curim pozitive të rritjes në nivelet të ngjashme, me vlerën 3.6% të gjysmës së parë të vitit, bëri me dije guvernatori Gjens Seiko, pas mbledhjes së Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë. Turizmi dhe investimet kanë dhënë kontributin më të madh. Rritja ekonomike pritet të shoqërohet me rritjet më teshme të punësimit dhe të pagave. Seiko renditi 3 zhvillime me ndikim pozitiv në ekonomi. Rritja e qëndrueshme e kredisë për investime, e cila sinjalizon zgjerimin e kapaciteteve prodhuese të vendit. Së dyti, rritja e shpejtë e kredisë në lek, dhe së treti, cilësia e qëndrueshme e portofolit kredisë. Ushqime dhe qira ndikuan në rënien e inflacionit. Kjo ecuri u diktua më së shumti nga ulja e inflacionit të artikujve ushqimor. Paralelisht me to, rritja e shpejtë e çmimit qeras u frenua në muajin nëntor, kontributi negativ i inflacionit të naftës u zbeh plotësisht, ndërsa inflacioni i artikujve të tjerë rezultoi përgjithsisht i qëndrueshëm. Seiko konfirmoi se Banka Qendrore ka shtuar ndërhyrjet në treg për të frenuar rënien e monedhës europiane përballë lekut. Këto ndërhyrje kanë kontribuar në një stabilitet më të lartë të kursit këmbimit dhe të mjedisit financiar. Norma baze e interesit mbetet e pandryshuar në nivelin 2.5%, ndërsa guvernatori tha se rritja ekonomike e Shqipërisë pritet të luhatet pranë niveleve aktuale gjatë periudhës afatmesme.